Irani vendos kushte Shteteve të Bashkuara për japjen e ngushticës së Hormuzit. Kreu i Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohammad Bagher Zolghadr, ka paraqitur një listë kërkesash që Shtetet e Bashkuara duhet i përmbush para se Irani të rihap ngushticën e Hormuzit. Mediat shtetërore publikuan listën e kërkesave të Zolghadrit, sekretar i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare. Lista përfshin masa si heqjen e blokadës, tërheqjen e forcave ushtarake dhe përfundimin e përhershëm të luftës, raportoi CNN-i. Zolghadr kërkon gjithashtu që SBA ta kompensojë Iranin për dëmet e shkaktuara nga konflikti dhe të çlirojë asetet iraniane të ngrirë. Këto janë kërkesat e popullit iranian, cilat ata i kanë shprehur fuqimisht gjatë 160 ditëve të qëndrimit pa lëkundur në terren dhe në rrugta politikane. Derisa Amerika të korrigjojë sjelljen e saj, ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet, thuan deklaratën e tij. Më herët, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se Irani është shumë pranë arritjes së një marrëveshje me Omanin për menaxhimin e ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, ai paremëroi se rihapja e ngushticës është e kushtëzuar nga kushte të tjera, përfshirë kërkesën që SBA të ndreqë atë që ai cilësoi si shkelet memorandumit të mirëkuptimit të dakorduar mes dy vendeve në qershor.